Pas vendimit për rinumërim të votave për qarkun e Tiranës, të Fierit dhe pjesërisht të Durrësit, është vendosur rinumërimi edhe për 2 KZ të qarkut të Elbasanit, përkatësisht të Bashkisë së Peqinit dhe të Bashkisë së Gramshit. Vendimi u mor nga 2 anëtarët e KAS, Elvis Çefa dhe Ledio Braho, gjatë shqyrtimit të ankimimit të koalicionit të PD-ASHM, që kërkonte pavlefshmërinë e zgjedhjeve në qarkun e Elbasan dhe përsëritjen e tyre. Ne shfrytëzuam pikërisht të drejtën që na jep pika 3 në 136 të kodit dhe vendosëm që me kërkesën tonë të pranojmë hapjen e të gjitha kutive për të materialeve zgjedhore për KZ 45 dhe 52 dhe eventualisht të gjitha kutitë e votimit për efekt të rakordimit të gjetjeve në kutit e materialeve zgjedhore. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike në KQZ Marash Logu kërkoi rinumërimin e të gjitha kutive në qarkun e Elbasan, ndërsa këmbguli se në Gramsh dhe Peqin është zbatuar skema e trenit bullgar, po ashtu ai kërkoi dhe vënien në dispozicion të pamjeve filmike dhe materialeve nga ana e KQZ-s, që sipas tij nuk ishte zbatuar afatet. Gjatë mbledhjes pati debate mes relatorit të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, Ili Rusmajli, dhe përfaqësuesit të PD-s Marash Logu, për çështjen e votës së diasporës. Për shuarjen e përplasjes mes tyre, ka ndërhyrë dhe antari tjetër i KAS, Ledio Braho. Se çfarë është objekti kësaj seance, përcaktojmë ne që jemi këtej dhe ata që janë andej. Ju nuk e përcaktoni dot. E përcaktojmë edhe ne, se ne jemi pa lesh kemi stu trupën. Po mos e fik tani se unë s'bëj pasi tani të fikësh mikrofonin. Çfarë ke këtë? Kujton se flas pa mikrofon. Po lër mikrofonin tani se po flas. Të lutem, duhet rivendoset qetësia në sallë përpara se sa të vijojmë. Qetësia dhe komunikimi korrekt me njëri tjetrin. Këtë seancë e drejtoj unë dhe fjalën ja jap unë pjesëmarrësve. Nuk jemi në pazar, jemi në një seancë serioze të institucionit. Antari i KAS-it e di shumë mirë që nga ana jonë s'ka pikën e besimit as në panshmërinë e tij, as në profesionalizmin e tij dhe as në drejtimin që i bën kësaj seance, po jemi detyruar për sa kohë që KAS-i ka marrë vendim për të mos e përjashtuar nga kjo seancë.